Po të ishe prishur aty kryetarit bashkisë shtëpia vet, do ishte sot tuaj? Apo s'do ishte sot këtu? Se nëse ka burrni që thotë që i ka prej hekri, le të vi këtu. Ndryshe po i pati rrek e fiku pastaj. Lutem, ruani etikën, zoti Koreshi nuk është gjupër në komision, kjo? Unë vetëm një këshill e mesazh kam për qofse doni kurseni për patronazhistët e juaj, nga që i keni me shumicë dhe janë të vetmit që kanë ngel këtu sepse kanë vende pune dhe i keni në gjithë administratën. Të parashikoni në këto fondet që po jepin ndoshta nga Bashkimi Evropian, nga 10 kg grosh dhe nga i priz, që ta prodhojnë vetë energjinë dhe nëse duan pastaj ta kenë apo jo stakuar karikusin e celularit. Po ta prodhojnë vetë energji me tas grosh. Të gjithë fermerët e zonave të Myzeqes kanë dalë në protest për rushin. 200 lekë kilja. Ku është qeveria? Vetëm gruri? Po rushi. Kemi rrezik me këtë situatë na ngeli rushi varur dhe preshi për pjetë në arë me këto çmime. Se gjithë njësitë administrative nuk janë gjë tjetër veç sa qoftë xhinj, që rrim pin raki gjithë ditën dhe aktivizohen vetëm kur fillon 40 ditë i zgjedhjeve. Lushnja ndizet nga disa lloj aromash. Imagjinoni ku ka arrit kjo reformë territoriale. Ju nga reformë territoriale po e çon reformë territorale. Duhet vi kryeministri i Shqipërisë të japi shpjegimet e tij mbi çështjen me Gonigal. Kjo e kanë nxjerr opozitën dhe në protestë dhe këtu para kuvendit, sepse i është mohuar kjo drejt të shpjegohet shqiptarëve çfarë ka ndodhur, lekët që ka dhënë. Kjo edhe i themi të vit bëj kryeministrin dhe jo të bëj koçën e Teto Olgës duke bërë atje zhapka dhe çizme meksikane. Mama ime me 107.000 lekë të vjetër ose 10.700 lekë në muaj. Një bukë misri edhe një shishe kos në ditë bëj 2.000 lekë. Për 30 ditë, kur ka 30 ditë, po me marrë me sa ta bëj 6.000 lekë. Imagjinoni dot se mirë atje se pa ka çojnë deputeta dhe jep një lek, po të tjerët si e bëjnë, s'kan lek për të blerë mbathje. Tani, unë mendoj që këta njerëz janë duke prit vdekjen. Se jetë nuk mund bësh me 100.000 lek muaj. Se robin unë nuk mendoj që nuk është për bukë dhe për gjumë. Ka nevojë edhe për pakjet, ka nevojë për 2 lek xhep. Po ti kontrollosh burrat lushnjë, ti kthesh për mys, nuk i gjen as 500 lekë, ka çole që i binin këtu. Po ti thresësh për kafe nuk të vinë, se do të kam pirë. E kishe pirë ndatë një, ku mori rrogën. Kjo sole tu dhe dali për jashta. Urgjent, se fjalor rrugacësh, rrugë këto nuk mund përdore. E dytë. Erion Braçi. Shoku e Tirama, ai na mori malli ta shohim, ta përqafojmë në lart madhnin. Të marrit defet e të bashkohet ka bas Myzeqes atje, se në ka mytë prerat me ato që nuk i ndizën e lekta të gode të gojnë arati. Turp keni. Se do bëhet kryetar grupi? Pasa vdek për kryetar grupi, tani njëse kam jarë një surprizë një për qeverin, po e do edhe një tjetëri që përmendi Osmani, kam sjellë kështu një kit kirurgjikal për synet lik, kja solla qeveri që ta sterilizoj. Po si e? Ja, urdhëra. Kiti kirurgjikal i ri për synet lik, japim qeveris ta sterilizoj, me që ka 10 vjetë që se rrumë farë për popullin. Faleminderit. E kjeva së gjithë koston 2.100 lekë, që do thot për 30 ditë janë 63.000 lekë. Imagjinoni të gjithë pensionistët që marrin 110.000 lekë, aq me mama ime, ç'a mund bëj? Mund të haj vetëm bukë misri dhe kos për i muaj. Do 42.000 lekë ilaçe, vajtën 105.000 lekë. Të tjerat janë vetëm për letër higjienike ato që ngelin dhe të tjerë në shirë të fatit. Ndaj që këtë do t'ja çoj atje me që mbase këta kanë tha plakar, po rri sot pa bukë, tha mama ime, i be qeverisë ama vetëm ata t'i kemi shnosh. Po të speciale, po të sjellë ushtria normale si e. Hajde ushtria, brekënia. Hajde ushtria, brekënia. Po sjellën 7 fal garë. E di si është kjo puna, Odi, unë va t'jap një këshill toni për ty në Europë, të marrë ka pas gjyshe ime i furk, mere furkën dhe tirë një lesh, se vetë për këtë punin. Faleminderit. Me nder jush, kaq 1-2.000 lekëshe dhe 2-1.000 lekëshe pretendojnë kaq morën pensionistat fund fare.
ju thoni milja, indeksimi, as më ujtë ngroft nuk ngrihet me po, gjok këtu. Kaq, indeksimi juaj, me këta merë, ose këto të dyja merë 1 kile grosh, edhe me këte tuf qep njoma, gjithë muaj. Ose thë ndryshe, një shishe kos 2.000 lek, 1.200 lek buka dhe 4 koqeve, gjithë muaj. Këta e rritët ju indeksut? Këta bëri këj buxheti, rimbursimin e ilaçeve hoqi 17.000 lek vjetra. Ndërkohë keni indeksuar me 4.000 lek. Të që ma shpjegoni tani dolën me fitimat atë shketa me humje. Se këta, apo i mblidhni tani bukur, ju thënë do ja ngrinë, nuk i ngrihet me atyre, pa merak, po jepni në badanie që të ngrofen për dimër se është turp. A ka tallje më të madhe para se dini që ishte kryes shefi i qeverisë tuaj. E gjonte atje dhe, orë si ka mundësi, thoshë, 12 milion turistë do përkthehet në 12 milion domate, në 12 milion tranguj, 12 milion speca. Gjithë aty. Ku ishin fermerët aty? Ku ishin fermerët në të bu? Jo, nuk jytë në Europë shu. Se ti nuk e di që në Europa nuk qasë fa drita dhe ujë. Ja ta shpjegoj unë të dritë e lushinës. Se nga to me staf kula nga shpia ime dhe derin të fesë qemës se ti zotri sa e që bje i vërsi ose ja fut njerë ande nga Italia i ikin dritën. Nemi akoma me qenef të fiku, toni do ikin në Europë. Ku do vem në Europë me qenef të fiku? Nëse gjenë do të se s'ka dritët, haj qeni. Ore, ku do veni ju pa ujë? Ati vajtu bëm muti kavalet në Vlorë. Qa bani? Ku do veni ju me ujë? Ku? Ku do jeni pas 5 ditë? Një që fillon morat krujnë koko që kujtu që s'ka ujë. Që themi gjënë ministre fletë që për kometra lej, nuk e di akome që ministre ashe e shëndetësis, thotë shiko, gjithë e kishtë në fund vitit ajo. Fund vitit, isha lave vëllajon fund vitit edhe i jep zgjide njëre mirë. Po nuk mundet të spitali Lushjes, a i që është ginekolog, të vazhdoj si në vitin 70 me prekme, sepse i mungon aparati, nuk i bëndo të eko, e ka kordona po se ka. Ku? Me prekme, prap, thonë hynë në Europë. Po diri një anë nga Europa, jo në Lushjes e Ramon. Rëfës mi qeveri që na e ngrite naftën, sepse u lodhen shkretët bujq, i mushët naftë ata më pap, ju jep naftë ata s'kishë ku të argjonit, ju jep naftë aty me të lonë ata s'kishë ku të argjonit, me mirë tani direkt par mande edhe, e fletën mandja. Nuk e di, po, thua që kemi bërë shkolla, kemi bërë investime, kur shkollat e Lushjes e janë me banjot e fiku dhe kanë mutin gjutë, jure pat live në tërgo fotografisë s'ka që herë nuk ja u sjell dot për mutin me video ja u sjell prapë të temare. Ishte në gjutë. Në gjithë shkollat. Po ti shko pastroj që se do të them në parlament. Shko pastroj se nuk mundet rrinë në të lloj gjendje njerëzit, fëmijët. Jo, nuk mundet rrinë. Uj, të paktën mund t'ju rëkojnë nderë se donte zgjidhje. Pikërisht për të larë atë baltën që hedhin net opozitës, nuk lahet me ujë me mut, që jep ujë sjellësi. Ose hiqin e të etiketa dhe thoni, jo ujë të pishë, po ujë për qenef. Sepse ne përpagujmë për ujë të pishë. Po s'lahet balta, si u laka balta me atë ujë. Elektriku, do me the kemi për zhvillime. Po hajde e marë na jepni dhe qikni atë 2 fije elektrik dhe ne në Lushja, se të gjithë shatrat, nga ora 7 mas dite, 8, gjithja batrita. Na e zgjasi dhe qik në kablit. Se po ham bukët mytras. Po mi që shtoj ora të një u rriti qik dita, pa edhe ham bukë në 8, është akoma pa erë në mirë. Një pytet i të drejtoj kryetar seancës, ministri shtetit dhe shokut Taulant. Ure Karakacin e keni minister, vetëm me letra, apo është me minister me vërtej, to me Stavkullaj? Se më duket sigur jetojmë në 2 lushje të ndryshme me kolegët e tjerë. Do shta ka i lushje tjetër, shikojmë të hapim letrat. Se qoftë se ka një aks rrugor që ka mi 10 të vdekur, është pushimi shoferi në Lushnjë.
Gjoni dhe një të fundit bukur nga Lushe, qojnë selam. Na sollën ne se nuk ishte të fort Lushe, na e sollën na Shkodrën e na Rundë, policin bashkiake, kryetarin e policisë. Erdhi Jarani, na kërkoj pilaf. Dini gjë pse hoqin Jarani, kërkoj pilaf. Po do pyetur e donte me lëng apo me shumë lëng. Pyetini çik Jarani pse hoqin e puna. Bashkia Lushe, dashka pilaf Lushe, bravo Jarani. Se kështë marru Lusjarët për policë, edhe erdi Jarani e Shkodra do të pilaf.